الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falëndërimi të vënë Allahut, kurse paqja dhe bekimi I Allahut qoftë mbi të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ulën e pejgamberit. Vëllezër të nderuar musliman, tema të cilën do të hapim kësaj radhe ka të bëjë mbi civilizimin islam. Dihet se ky njerëzim është krijuar çmoti nga ana e Zotit Suprem, I cili e ka krijuar këtë njerëzim me një bukuri të rrallë dhe me një rregullshmëri sistematike. Njeriu si qenie e krijuar nga ana e Zotit të plotfuqishëm u dallua nga të gjitha krijesat me mendjen e tij. Mirë po, Zoti I Madhërisëm nuk e la njeriun të pa orientuar. I dha libra, I dha letushka, I dha broshura, I dha mbishkrime, I dha udhëzime, nuk e la njeriun në huti. E orientoj njeriun, e drejtoj njeriun, por I tregoj njeriut të ketë kujdes nga e keqja, nga shejtani I mallkuar, I cili I ka shpallur luftë njeriut dhe është mik I ignorancës. Vëllezër musliman, aty ku ka islam dhe dituri ka dhe civilizim. Historikisht, popujt, etnit, grupacionet, vendet të cilat janë qasur diturisë dhe mendimeve dhe përpjekjeve të ndryshme, kanë gjetur diturinë, kanë gjetur civilizimin dhe kanë udhëhequr tokën e Zotit Xhelleshanuhu, sepse vetë Zoti Xhelleshanuhu në një ajet kuranor po na tregon dhe po na thot: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Po thot Allahu Xhelleshanuhu, përkujto Muhammed kur Zoti yt u tha engjëjve: unë po krijoj, po përcaktoj me tokë një zëvendës. Ata thanë: a do të vësh në atë që bën shregullime dhe që dirë gjaqe? E ne të madhërojmë ty me lavdërimin tënd dhe ne të plotësisht ty të adhërojmë? E Allahu Xhelleshanuhu si u përgjigj. U tha atyre: unë nuk di atë të cilën ju nuk e dini. Pra atë të cilën ju nuk e dini. Pra Allahu e vendosi këtë khalifet unë til ardh, me këmbës në tokë. Por gjithë se cili o vëllezër musliman, jemi në këmbës të Allahu Xhelleshanuhu në tokë. Duke filluar nga njerëzit më të privilegjuar në shoqëri dhe të kategorizuar në shoqëri, dhe deri tek shpresat më të ulta, e kemi obligim davetin thirrjen islame, e kemi obligim luftën për të mirë, për civilizimin dhe integrimin e njeriut. Jo civilizim do si do, jo integrim do si do, por integrim mbi bazat e shëndosha të akides dhe të besimit në Allahun Xhelleshanuhu. Sepse njeriu kur ka besimin e fuqishëm tek Allahu Xhelleshanuhu, I beson të vërtetat të ardhura nga Kurani famlart. Dhe beson çdo gjë që është ardhur nga ana e Zotit Xhelleshanuhu, dhe beson çdo gjë që është ardhur nga ana e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër besimtar, musliman, dëgjues të kanalit ton Multi-Muslim Channel, që kemi hapur një kanal mjaft të shikueshëm që të përhapin fjalën e Zotit Xhelleshanuhu. Do të keni rastin ta vizitoni pashtu edhe website-in ton www
www.gjamiavizalaudin.it.gg. Pra do të keni rastin që të shihni ligjëratat tona përmes YouTube-s, përmes website-it. Pra o vëllezër musliman, duhet, nuk po bëj këtu publicitet, duhet që ta përhapim fjalën e Allahut përmes mediave të shkruara, përmes shkrimeve të ndryshme, përmes mediave, përmes YouTube-s. Unë që për e flasë qumë Arbe Berisha, unë mundohem me mish e me shpirt, me shkrime, me media, me YouTube, me internet, kudo, si një njeri i thjesht, çka të përçoj mesazhin islam në mesin e atyre të cilët nuk e njohin islamin, as shëshjet dhe fare nuk e njohin. Pra, sa do ku do një fjalë të mirë ta themi për hir të Zotit Xheleshanu, dhe t'ja dim vlerën të islamit, këtij civilizimit të lartë, këtij integrimit të lartë, që me të vërtet ende nuk po e dim se çfarë feje po jetojmë, dhe çfarë feje kemi dhe çfarë feje pornojmë. As fe e bukur, as fe e mirë, saqë edhe njerëzit të cilët janë krishterë dhe janë të një besimi komplet tjetër e kanë lavdëruar dhe kanë folur mirë për këtë fe. Dhe me të vërtet kjo fe ka përhapje të madhe, ka zgjerim të madh. Sir George Bernard Shaw, në një thënie të tij mjaft interesante thotë, me qoftë do të kishte ndonjë besim që do të udhëhiqte mbi Anglinë apo Britaninë dhe Evropën brenda 100 viteve të ardhshme, kjo thënie më hershme ti, pra do të jetë Islami, të ishte Islami. Dhe me të vërtet, Islami rrjedh për fjalën selam, që do thot paqe. Ne besimtarët jemi njerëz të paqes, përdispozuar për paqëruajtës, peacemaker. Ndryshe, ata që bëjnë paqen në tokë të Allahut Xheleshanu. Ne nuk jemi prej atyre të cilët bëjnë gjaqe, prej atyre të cilët derdhen gjaqe. Ne jemi paqëruajtës. Ne kemi një mesazh. Mesazhi ynë është të adhurojmë Zotin një të vetëm. Mesazhi nuk është materializmi, ateizmi, gjakderdhja, prishje rregullit, sepse edhe Allahu po na mëson Kur'an, po thot, Allahu nuk i don ata të cilët bëjnë shkatrime në tokë. Allahu i don ata të cilët janë paqëruajtës. Allahu i don ata të cilët japin selam, paqe. Pra, ne jemi njerëz të cilët adhurojmë Allahun Xheleshanu. Dhe ne jemi njerëz të civilizuar, e civilizimet më të hershme kanë qenë qysh motin kohrat nga më të hershmet, në të komunistët, nga Sohufët, nga Libra, nga pejgamberët e Allahut, të cilët kanë qenë shumë të civilizuar, të cilët kanë thirrur në rrugën e Allahut, si ta mëson Allahu në Kur'an, "Udu ila sabilillahi rabbika bil hikma." Do të thënë rrugën e Zotit tan Xheleshanu me hikme, me urtësi, e dituri, e me disiplinë, e moratori, e me gjëra të bukura, me thënë të bukura, të rrugën e Zotit madhëshëm, njërit, të vetmit, i cili meriton të adhurohet, e ai është Allahu Xheleshanu. Pra ne si civilizim, ne si musliman, kemi pas baza të shëndosha, kemi pas bibliotekë, kemi pas arkiva të shëndosha, kemi pas dietar të shëndosh, kemi pas njerëz dhe perla margaritarë të diturisë, kemi pas civilizim dhe integrim të lartë. Pse ngelem mbrapa në civilizim? Pse ngelem mbrapa në civilizim? Dhe tash po merr hovë prap civilizimi ynë, alhamdulillah, me lejen e Allahut, sepse Allahu nuk e lën mushukat drejta ti. Siç na ka mësuar në Kur'anin familjar që thot, ata munduan thot ta shukin, ta fikin, ta shuajnë dritën e Allahut Xheleshanu, por ata kurse si s'kan me mujt me shu dritën e Allahut. E drita e Allahut është ky Islam, kjo fe e pastër. Këta musliman, këta besimtarë të cilët i përkulen një Zoti, nuk i përkulen Zeusit, statujave, përmendoreve, barrezave, fotografive, beskytnive, hajmalive, por i përulen Zotit një, i vetmi, Allahu, ehad, i vetmi, Zoti, i plot fuqishëm i Xheleshanu, krijuesi, khaliku kulli shay, i cili na krijoi, na formsoi, i cili na rregulloi, i cili na mësoi, i cili na bëri të mençur dhe na dha mendjen, i cili na rriti nga një ujë, do të thotë nga një pikëz, nga një sperm, që do të thotë na krijoi në embrionin e borxhit e nënave tona, pra na bëri në formë etap pas etape, na krijoi në formën më të bukur. Në të vërtet, ai meriton të falenderohet dhe të lavdërohet, i lartë është Allahu Xheleshanu, i cili e ngriti njeriu në një shkallë të lartë, por ishte njeriu që uli veten e vet në shkallë të ulët. Pse uli në shkallë të
të ult njeriu vetveten, sepse u bë abuziv, u bë i keq dhe miran, diletant, sharlatan ndaj vetvetes së tij dhe e përbuzi vetveten e tij, e përbuzi krimin e Allahut, e përbuzi veten e tij dhe ngeli në shkallë të ult. Pse? Sepse njeriu nuk e di kuptimin e fjalës la ilaha illallah, nuk e di kuptimin e fjalës iqra bismi rabbika alladhi khalaq, nuk e di kuptimin e fjalës wa qul rabbi zidni ilma, nuk e di kuptimin e fjalës o Zoti im ma shto diturin, nuk e di kuptimin e fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili po i thot njeriu dhe po i drejtohet edhe po i tregon gjithë besimtarët, po i thot dituria është gjë e humbur e besimtarit, ku do ta gjejë ta marr atë? Nuk i mësoj, pra, nuk i kuptoj fjalët e pejgamberit ashtu siç duhet, i cili thot në të vërtetë njeriu i cili niset dhe marr diturinë rrugën e Allahut xhaleshanehu, Allahu e ruan atë, e mbron atë. Pra e ka vlerën e shahidit ai njeri, edhe Allahu e largon atë nga zjarri i xhehenemit. Nuk i diti këto. Pse nuk i diti? Pse nuk i diti fonivo? Sepse nuk i mësoj ato, nuk i shtjelloj ato, ka prej atyre që i mësoj si teori e thjesht, por në praktik i mungonin të gjitha. Pra nuk kishte praktikën, teorinë, teorinë të mirë e kemi, por praktika në mungon. E ky është pra civilizimi që të ndërturet bashkarisht dhe të mishërohet në praktik dhe të ecim në rrugën e Allahut xhaleshanehu, të veprojmë në rrugën e Allahut xhaleshanehu. Sami'na wa ata'na. Pra në bazë kësaj norme, në bazë këtij ligjit të Allahut, pra të bindemi Allahut dhe të ecim në rrugën e Allahut xhaleshanehu. O vëllezër besimtarë, pejgamberët e Allahut xhaleshanehu, njerëz të civilizuar, njerëz me drejtë në shkallë të lartë, në shoqëri të ndryshme njerëzore, duke ja nisur prej te Nuhi alayhis salam. Pejgamberi Allahut xhaleshanehu e dërgoi tek një popull që kishte pejgalu masën me adhurime, duke i bërë shirk Allahut xhaleshanehu, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Adhuroni Allahun edhe mos shok Allahut, se Allahu është një, nuk është dy, as tre, as katër, as pesë, as gjashtë. Pra Allahu është një, Allahu ehad, nuk ka shok, nuk ka ortak, as ka lindur kë, as nuk është i lindur, dhe ati as kush nuk i është i barabartë. Po ky është Allahu xhaleshanehu. Ky është Allahu që duhet të adhuru, jo të adhurohet këngëtari, jo të adhurohet fotografia, jo të adhurohet piktura, jo të adhurohen gurt, jo të adhurohen bloft, jo të adhurohen kuajt, jo të adhurohet filan këngëtari, jo të thuhet u vdes për këtë, po ti dush me vdek për Allahun xhaleshanehu, e me të kajt syni për Allahun xhaleshanehu, e me vdek mu të dridh zemra për Allahun xhaleshanehu, me adhuru Allahun xhaleshanehu me mish e me shpirt, si që kanë adhuru burrat mëdhenj trojet tona shqiptare, si për shembull fjala vjen njerëz të mëdhenj si kanë qenë Ibrahim Dalliu, Hafiz Ali Korça, si kanë qenë këta njerëz të civilizuar, pra si ka qenë Hasan ibn Nahu, si ka qenë Mulla Sherif Ahmeti rahimullah. Allah i pas në shiru këta njerëz të civilizuar dhe të integruar, të cilët luftuan për një çështje, e ajo çështje ishte ngritja fjalës së Allahut xhaleshanehu. Dhe për këtë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush lufton që fjala e Zotit xhaleshanehu të jetë më larta, është në rrugën e Zotit madhor. E ku ka madhurat të bukur, ku ka gjëra të mrekullueshme se të jesh në rrugën e Allahut xhaleshanehu.